prej sureve madhështore të Kur'anit, edhe pse janë të shkurtra, edhe po janë të mëdha në kuptim, është surja El Asr. El Asr do të thotë koha. Çfarë thotë i lartë madhëshmi në këtë sure? Thotë Wal Asr, betohem në kohën. Dhe është një rregull që i lartë madhëshmi nuk betohet vetëm se në gjërat më të vlefshme. Dhe koha është njëra prej gjërave më të vlefshme që me keqardhje shumë njerëz kanë dështuar në ta dhe nuk e kanë shfrytzuar në atë që ka ju bën dobi. Për këtë arsye ajeti i radhës është Innal insana lafi khusr. Njerëzimi është në dështim. Pra dështojnë në shfrytëzimin e kohës. Përveç ajeti i radhës, përveç një pakise, kush janë ata? Illa alladhina amanu, përveç ata të cilët besojnë, wa amilu salihati, bëjnë vepra të mira, wa tawasau bil haqqi, e parasitin njëri tjetrin me të vërtetën, wa tawasau bis sabri, dhe parasitin njëri tjetrin me durim. Pra, e shpëtimi është që të plotësojnë këto katër gjëra. Besimi fillimisht, me besu Zotin, me besu melaqet e tij, libra e tij, dërguarit e tij, ditë e fundit dhe caktimin për të mirë ose për të keq. E kundërta e kësaj është mosbesimi. Mosbesimi është dështim dhe shkatërrim. Pas kësaj tha dhe bëjnë vepra të mira. E kundërta e kësaj janë veprat e këqija. Ai i cili bën vepra të këqija, ai vetëm se ka dështuar. Dhe e treta që e përmendi është wa tawasau bil haqqi, ata cilët e porositin njëri tjetrin me të vërtetën. E kundërta e kësaj është me porosit njëri tjetrin me gënjeshtra ose me kombinim i vërtetës me të pavërtetën. Pra është dështim me porosit njëri tjetrin me fe të gabueshme, me ideologji të gabueshme, me sekte të gabueshme. Aja që duhet me porosit njëri tjetrin është vetëm ata që ka fakte mbi ta, ka argumente, jo me fol me hamendje, jo me fol me emocione, por me dëshmi dhe argumente. Dhe kështu janë ata cilët janë të suksesshëm, e porositin njëri tjetrin vetëm me të vërtetën, pa marrë parasysh në aspektin natyral apo fetar. Dhe e fundit e porositin njëri tjetrin me durim. Ata cilët durojnë janë të suksesshëm dhe janë fitimtar. E kundërta janë ata cilët nuk durojnë. I përmbahen rrugës drejt një kohë, mirë po nuk durojnë dhe kështu i ndjekin qefet, sepse durimi është ai i cili ta ndalë ty eskalimin e epsheve tua dhe qefeve tua në mënyrë që të mos bësh padrejtësi, ta fut brenda kufeve, ashtu siç goret e kufizojnë zjarrin që të mos shpërndahet. Prandaj nëse ja arrim këto katër gjëra, besimin, veprat e mira, këto dyja të përmirësojnë ty si individ, dhe dy të fundit që e përmirësojnë shoqërinë, kolektivin, me porosit njëri tjetrin, se këtu ka ardhur shpreha për më shumë se një person, dy e më shumë, e porositin njëri tjetrin me të vërtetën dhe i porositin njëri tjetrin me durim. Nëse arrin këto katër gjëra, ti je fitimtar, ti je suksesshëm. Përndryshe, nëse njëra prej këtyre mungon, atëherë bën pjesë në ajetin e dytë Innal insana lafi khusr. Njerëzimi janë në dështim dhe shkatërrim. Kështu që bëhu prej grupit timtar dhe mos u bë prej dështakëve.